Ne nuk jemi cak i ndonjë sulmi kibernetik, kjo është mendimi shumë individëve apo bizneseve të vogla që kanë një ndjenjë jo reale kur vjen puna te sulmet kibernetike. Kjo vjen zakonisht si pasojë e disa supozimeve apo perceptimeve të gabuara. Arsyet kryesore që shpihen drejt një perceptimi të tillë të gabuar, që mendohet se asnjëherë nuk janë cak i ndonjë sulmi kibernetik, lidhen me mendimet që jemi shumë të vegjël për të qenë interesant për ndonjë sulm kibernetik, nuk kemi ndonjë gjë me vlerë, tjetra është që askush nuk harxhon kohë me ne, nuk kemi pasur problem kurrë, si dhe ofruesit e shërbimeve të internetit duhet t'i mbrojnë klientët. Këto dhe shumë të tjera do t'i shtjellojmë tutje. Unë jam Faton Kurteshi, udhëheqës i njësisë për teknologji dhe zgjidhje për biznese në IPCO. Okej, tash e shtjellojmë se pse ne jemi cak i sulmit edhe pse mendojmë që jemi të vegjël. Shumë individ apo biznese të vogla besojnë që hakerët fokusohen vetëm te institucionet financiare si bankat, apo korporatat e mëdha, ndonjë qeveri apo institucione shtetërore. Ndërsa realiteti përkon komplet me diçka tjetër. Sulmet sot janë automatike dhe janë masive, nuk ka rëndësi madhësia, nëse je i ekspozuar online, je cak i sulmit. Kjo lidhet shumë edhe me atë stereotipin e hakerit, cilin individët e kanë portretizu si një individ i vetëm në hije dhe që vepron vetë dhe në një formë manuale. Mirë po, në realitet kemi të bëjmë me komplet diçka tjetër. Kemi të bëjmë me organizata dhe me lloje të ndryshme të hakerëve, ku mundemi përmend disa. Si për shembull Hacktivist, grup hakerësh të motivuar për ndonjë lëvizje apo çështje politike, grupe të krimit të organizuar, që janë organizata me një strukturë profesionale, të shtyrë për ndonjë përfitim financiar. Kemi edhe grupe të sponsorizuara nga shtetet, që janë hakerë të aftë, të financuar nga qeverit, dhe veprojnë sipas kontraktimit tyre. Nëse kthehemi te aktivistët, ata kanë një kauzë të cilën e mbështesin me veprime me sulme kibernetike. Për shembull, në këtë rast mundemi përmend një tip të sulmit që ka qenë për shembull WikiLeaks, ku shumë dokumente janë ekspozuar për një qëllim politik apo çfarëdo që lidhet me kauzën e këtyre. Kemi mandej edhe grupin që përmendëm që shtyhen për përfitime financiare, është grup organizat e cila i bën sulmet kibernetike për përfitim financiar duke përdorur software të ndryshëm malware, duke përdorur teknikat phishing për të vjedh çfarëdo informate të ndonjë individi apo kompanie dhe ta përdor për përfitime financiare. Ne nuk kemi asgjë me vlerë, edhe kjo është një gabim të cilin e bëjnë individët apo kompanitë të vogla të mesme, shpesh mendojnë që nuk kanë të dhëna të vlefshme. Ndërsa në realitet, edhe të dhënat e zakonshme që kanë të përditshmet kanë vlerë, si për shembull llogaritë e email adresave, kredencialet për aplikacione të ndryshme, të dhëna klientësh, si dhe të dhënat për qasje në sisteme tjera nëse kanë brenda kompanisë ose diku tjetër. Të gjitha këto mund të përdoren për mashtrime, mund të përdoren për phishing, për vjedhje të informatës, vjedhje identiteti, si dhe sulme tjera. Që i bje, që në rast të një sulmi kibernetik dhe do të humbet qasja në email, atëherë kushdo që e ka performuar sulm, ka qasje në të gjitha informatat të cilat janë të ruajtura në atë email adresë. Atëherë, nëse keni edhe qasje në ndonjë sistem që është shumë i rëndësishëm për kompaninë, atëherë humbet edhe qasja në atë sistem dhe mund të përdoret për ndonjë sulm shumë të madh brenda kompanisë juaj. Atëherë, nuk mund të nënvlerësohet kjo, duke thënë se ne nuk kemi të dhëna të vlefshme dhe
të kalohet pa ndonjë verifikim apo ndonjë siguri bazike të implementuar brenda kompanisë apo të ndonjë individi. Askush nuk do të harxhoj kohë me ne. Edhe kjo është një mendim që sulmet janë komplet manuale dhe kërkojnë përpjekje të mëdha. Atëherë, në realitet, sot sulmet janë tetë automatizuara, janë masive, si dhe janë me një kosto shumë të ulët për sulmuesin. Shpesh pa cak specifik, pra në këtë rast, nuk kemi të bëjmë me çështjen pse ty, por kemi të bëjmë me pse jo ty. Atëherë, në momentin që jemi online, jemi edhe cak potencial për sulm kibernetik. Ne nuk kemi pasur kur problem. Do të thotë, mungesa e incidenteve gabimisht interpretohet si siguri. Kur në realitet, shumë sulme nuk zbulohen fare, zbulohen shumë vonë, janë në termin zhargonin e teknologjisë silent ose të qeta, sidomos vjedhja e kredencialeve. Prandaj, mos pasja incidenteve nuk do të thotë që nuk ke qenë cak i ndonjë sulmi, apo nuk je viktime ndonjë sulmi. Për këtë duhet me pas teknologjinë adekuate të përdorur për me vrejt se a ke pas ndonjë sulm, apo është duke u zhvillu diçka drejt ndonjë sulmi aktual, drejt pajisjeve që përdoren për me qenë online. Tablet, PC, çka do që është. IT ose ofruesi shërbimeve të internetit na mbrojnë. Shpesh bizneset apo individët besojnë që në këtë rast ISP, ofruesi shërbimeve të internetit, IT support apo platforma cloud cila përdoret, janë përgjegjës për gjithçka dhe vetëm ata duhet të ofrojnë siguri. Ndërsa në realitet ekziston koncepti i shpërndarjes së përgjegjësisë. Do të thotë në zhargonin e teknologjisë shared responsibility, ku të themi shkurt ISP mbron rrjetin, ndërsa cloud mbron infrastrukturën, ndërsa individi ose biznesi është përgjegjës për të dhënat dhe qasjen në sistemet cilat i përdor. Gabimet kryesore në gjykim. Të flasim pak edhe për këto. Do të thotë, së pari është nënvlerësimi i probabilitetit, perceptimi është që probabiliteti është shumë i ulët kur në fakt sulmet janë të vazhdueshme, ekspozimi është i lartë, sidomos te ne kalojmë shumë kohë online, prandaj edhe probabiliteti për sulme është tetë i lartë. Fokus vetëm te targeti madh ose cak i madh, mendohet që sulmet janë vetëm high profile ose nivelet larta. Edhe vetëm këto janë reale. Ndërsa kjo është gabim. Shumica e sulmeve janë oportuniste, janë automatike dhe janë tejet masive. Ngatrimi i mungesës së incidentit me siguri, edhe kjo është një mendim i gabuar. Do të thotë, nuk kemi pasur problem, jemi të sigurt. Si dhe, në vazhdim, është edhe një sado që tingëllon kontradiktore, mirë po, besimi i tepër te teknologjia, sepse ne kemi një firewall, një antivirus, jemi gabim, edhe kjo është një lloj gabimi për shkak se përjashtohet faktori njerëzor, i cili është më i dobti. Phishing kalon çdo teknologji nëse përdoruesi klikon në atë email apo atë vegës cilën e ka pranuar përmes një sulmi të tillë. Këtu kemi të bëjmë edhe me mungesën e kuptimit të vlerës së të dhënave. Shumë nuk e kuptojnë që edhe një email llogari mund të përdoret për mashtrim. Edhe një qasje e thjesht mund të hap rrugën për sulm më të madh. Andaj, të mendojmë se ne nuk kemi të dhëna me vlerë është një gabim në start, sepse vjedhjet e identitetit bëhen zakonisht në këtë nivel, të vjedhjes së email adresave, profileve në rrjete sociale e tjera. Shumë biznese
dhe individ mendojnë se siguria është kosto dhe jo investim. Zakonisht investohet në siguri kibernetike pasi të ndodhi incidenti dhe jo të paraprihet për preventiv të ndonjë incidenti. Andaj, sulmet mund të krijojnë probleme të mëdha në infrastrukturë të ndonjë biznesi, mund të krijojnë humbje financiare, prandaj investimi në siguri kibernetike zakonisht duhet mu vlerësu si një investim dhe jo si një kosto apo si diçka abstrakte e paprekshme. Okej, të bëjmë në përmbledhje. Të flasim për perceptimin. Perceptimi jam i vogël, nuk jam cak i sulmit, ku në fakt realiteti është jam online, jam cak i sulmit. Këtu kemi një mesazh shumë të thjeshtë. Siguria kibernetike nuk është çështje madhësie, por është çështje e ekspozimit dhe e dobësisë. Në bashkëpunim me partnerët tanë, ne në IPCO ofrojmë zgjidhje për të gjitha këto probleme që i përmendëm më lart. IPCO ofron Cisco Umbrella, një zgjidhje e sigurt që ndihmon në identifikimin dhe ndalimin e kërcënimeve që në fillim, e krijuar për të ofruar mbrojtje proaktive për përdoruesit dhe bizneset. Për më shumë informata, na kontaktoni në emailin ict@ipco.com.